Menaxhmenti i Policisë së Kosovës në vazhdën e ngritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe atyre logjistike, si dhe të rritjes së vazhdueshme të efikasitetit në punën e policëve patrullues, me qëllim që ata të jenë sa më afër nevojave të qytetarëve, ka ndarë vetura zyrtare për njësitë patrulluese. Përmbushja e objektivave të planit zhvillimor strategjik dhe forcimi i qasjes proaktive ndaj kërkesave të qytetarëve, tashmë do të mundsohet më lehtë dhe më shpejt fal pajisjeve shtesë me automjetet zyrtare për njësitë patrulluese të çdo stacioni policor në vend. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kolonel Gazmend Hoxha, vazhdoi me mbështetjen ndaj departamenteve policore, në këtë rast të rendit publik, duke ndarë 41 vetura të reja, prej tyre 35 limuzina, përfshirë ato hibride, dhe 6 xhipa për mbulimin e zonave patrulluese në të gjitha drejtoritë rajonale. Kjo edhe një herë dëshmon për kushtimin e menaxhmentit të policisë për një qasje gjithnjë më proaktive ndaj qytetarëve, për forcimin e bashkëpunimit, komunikimit dhe reagimit me kohë ndaj kërkesave dhe nevojave të tyre, si dhe për rritjen e mëtejshme të besueshmërisë tek policia e shtetit